Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e shtunë, data shënon 21 shkurt 2026, është dita e 52 nga 365 të tilla. Dielli sot ka lindur në orën 6:28 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 17:21 minuta. Sot pritet që të kemi lënë pas rreshjet e shiut apo edhe rreshjet e borës në zonat malore dhe të kemi diell sot dhe nesër, të paktën fundjavë do të jetë me diell. Ne do të nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat, në pjesën e tretë pastaj do të jemi me avokatin Gylsen Zhdllima. Marseli sot është pushim sepse është ditë e shtunë, kështu që ta shohim sërish ditën e hënë Marselin. Por si zakonisht e nisim fillimisht në shtypin e ditës me gazetën Panorama. Protesta kombëtare nga kryeministria te kuvendi, qytetarët kërkojnë rrëzimin e qeverisë, mesazhe dhe forta. Tensionet, opozita protestojnë mbrëm para kryeministrisë dhe kuvendit në një datë me simbolik të fortë historike, 20 shkurtin. Në përvjetorin e rrëzimit të bustit të diktatorit, Sali Berisha krahasoi qeverisjen aktuale me një regjim të ngjashëm me atë të para 90-s dhe bëri thirrje për rrëzimin e Edi Ramës. Protestuesit hodhën molotov dhe fishek zjarre, ndërsa policia u përgjigj me gaz lotësiellës dhe ujë me presion. Në faqen 3 gjeni materialin e plot dhe një përmbledhje mbi protestën e ditës së djeshme të opozitës. Kryeartikulli i Panoramës sot, si çdo të shtunë, vjen nga suplementi Panorama Plus, pas një kosto ekstra nga faqja 13 deri në faqja 20 me personazhe, foto nga paparazzi, intervista ekskluzive e të tjerë. Bes Kallaku nis bashkëjetesën me partneren e re. Tracy Sejdini heq dorë nga djemt problematik, lidhja me DJ-n. Jonida Maliqi rikthehet në ekran, roli që i është besuar. Personazh Rej Manej përfshihet në aksident, përfundon në spital. Këto dhe shumë tituj të tjerë i gjenin brendësi nga faqja 13 deri në faqja 20. Tituj të tjerë nga Panorama: Bashkimi Evropian vlerëson punën e Spakut, por shpreh shqetësim për sulmet ndaj gjyqtarëve. Pengimi i pezullimit të ministrave Gonzato, po e monitorojmë nismën. Denoncimi i Kajo, fabrik municione shafër banesave në Kodër Babru. Vendimi i rezervat, 167 milion euro për pensionistët. Rënia e bustit o sot o kur, mbrohet pushteti, thirrjet e byroistëve më 20 shkurt 1991. Në faqen 12. Shohim dhe hapësirën opinion. Ditmir Bushati sjell thyerja e besimit nga ish-ministri Joni Jashtëm. Sociologu Gzim Tushi sjell shteti social, individi dhe moraliteti i shtetit. Nduhet Dedaj lufta e fituar, i vetmi gjyq i UÇK-s. Në faqet 22 dhe 23. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend, bashkë ngjitur me të sot edhe suplementi Panorama Plus pa asnjë kosto ekstra. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme. Sot kemi një mungesë të gazetës Telegraf, besoj dhe shpresoj se do t'i rikthehemi sërish ditën e hënë. Nuk kam rritur në redaksin tonë sot Gazeta Telegraf, kështu që do të vijojmë me gazetën Dita. Afro 90.000 pensionist pa bonus në janar. Ministria e Ekonomisë njofton se skema do rishikohet. Gati 12% e 763.000 pensionistëve mbetën jashtë skemës bonusit mujor sipas shifrave zyrtare të atyre që përfituan gjatë janarit. Pse tavanet e vendosura nuk lejojnë përfitimin e plot. Në faqen 8, materiali i plot. Kryeartikulli i ditës. Ndërkohë që ne brohorasim, pyetje përgjigje me lexuesit për Ramën në Washington. Ku ndahet shtetari nga aktori? Vitën parë, ndërsa ne kalonim në ekstaz se u përplasëm në sy në Beograd, serbët me diplomaci të heshtur dhe ujë në Rogoz
ja dolën të nxisnin ngritjen e gjykatës Hagës, duke përdorur madje edhe firmat e vet kosovarëve. Arë zgjidhja në diplomaci të thrasësh në përpodiume, kur zhurma paraprin rezultatin, mundet që pa dashur të bësh jo dobi, por edhe më shumë dëm se që është bërë, sidomos për vende si ne, pa mekanizmat të tjerë presioni. Në faqen 2, materiali i plot. U botua në fletoren zyrtare pse ka ngecur zbatimi i ligjit të rivlerësimit të apartamenteve, harta e ndryshimit të çmimeve. Zbatimi i ligjit pritet bëhet paralelisht me çmimet e reja të referencës së shitblerjes së apartamenteve të propozuara për rrethet, të cilat ende nuk janë miratuar nga Këshilli i Ministrave. Në faqen 10, materiali i plot. Njoftimi i Ministrisë Financave rreth 167 milion euro janë transferuar në fondin e veçantë pensioneve, fondet buxhetore që nuk u shpenzuan nga ministritë dhe institucionet publike gjatë vitit 2025. Në brendësi Partia Demokratike, deputete Elda dhe kauza e narkoshtetit, rasti dhe analiza. 3 gënjeshtra me të cilat opozita gënjen veten, protesta dhe normaliteti. Rubrika e shëndetit, thyerja e zemrës nuk është metafor, por a trajtohet me ilaçe? Truri ka mekanizma për të lehtësuar dhimbjen, por personi nuk duhet izolohet. Akset rrugore, shirat e dimrit nxjerrin në pa punimet e dobta. A mund të bëhet Amerika sërish e besueshme? Rendit ndërkombëtar. Dhe titulli i fundit të rasti Smith. Kush është prokurori që ndoqi penalisht Trumpin dhe çoi krerët e UÇK-s në Hag? Në SBA, ai është nën hetim për shkeljet ligjit federal që ndalon përfshirjen në veprimtari politike. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë. Atentati ndaj Altin Dumanit, shtohen bodyguardët për prokurorin special. Ministria e Brendshme konfirmon rritjen e masave të sigurisë për ish kreun e SPAK. Partia Demokratike 3 orë protest para kryeministrisë, gaz lotësielës, molotov dhe tensione. Sali Berisha i quan protestuesit kryengritës të armatosur dhe kërcënon me sulm ndaj selis Partisë Socialiste. Flamur Noka, Belin Këlliçi dhe Xhelal Mziu përplasen fizikisht me 2 policë civil. Në faqen 2, materiali i plot. Bashkimi Evropian shuplak Ramës, sulmet ndaj gjyqtarëve duhet të ndalen, të luftohet korrupsioni dhe krimi. Mafia shqiptare rrezikon sigurinë e qyteteve europiane. Po ndjekim nga afër nismën e Partisë Socialiste për ndryshimet në kod që bllokojnë gjykatat të pezullojnë ministrat. Në faqen 4, materiali i plot. Ja lidhjet e Sali Berishës me një rreth vrasësish, emrat e akuzuar, zhdukjet, lidhjet me shërbimet e huaja sekrete dhe ekzekutimet për interesa politike. Analisti Kastriot Alia i nxjerr arkivën e zezë të kreut të PD-s, një sagë e pandëshkuar krimesh njerëzore. Në faqen 9. Çfarë ndodhi më 20 shkurt 1991, Muharrem Xhafa tregon si u liruan fshehurazi bulonat për rrëzimin e bustit e Enver Hoxhës pas urdhrit të Ramiz Alis. Roli i Hekurani Said dhe infiltrimi i Berishës brenda studentëve të dhjetorit 90, dora e sigurimit dhe agjenturave të huaja. Në faqen 8. Piro Vëngu ju fali borxhet e portit Durrësit kompanive të lidhura me krimin. Detajet nga skandali. Kompania Kajo përfshihet në skandal, jasi grabiti i pronat private dhe po ndërton fshetas fabrik municionesh pranë banesave në Kodër Babru në Tiranë. Shpërblime dhe bonuse mujore. Ministria e Ekonomisë jep informacionet e rëndësishme, 167 milion euro më shumë për pensionistët. Ja detajet e fundit në faqen 10. Statusi i minatorit duhet miratuar sa më parë, shkruan Bujar Leskaj.
Duke qenë se sot kemi kohë, për shkak të mungesës Gazetës Telegraf, do i shohim deri në fund titujt e Gazetës sot. Koment dhe analizë nga Gjon Dibrani, dosja kaosi, Pandeli Bardhi dhe kjo kohë erdhi. Vladimir Dushniku, projekt ligji për statusin e ish minatorëve, një tallje e poshtër e partive politike. Rajon dhe botë, Serbia mund të destabilizojë Malin e Zi në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Media e njohur e Beogradit zbulon skemën si Vučići po ndihmon Macron në ndalimin e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Në faqen 12. Referendumi për reformën gjyqësore, Meloni vendosi të luante gjithçka ose asgjë. Qeveria italiane do të përballet me një sfidë rrezikshme më 23 mars. Në faqen 13. Goditja më e rëndë që nga rikthimi në shtëpinë e bardhë, Gjykata Supreme e SBA-s rrëzon tarifat e Trump. Presidenti amerikan paralajmëron një katastrofë, ja çfarë pritet të ndodhë. Kjo luftë do t'i kushtojë shtrenjtë SBA-s. Irani po përgatitet me shpejtësi për një sulm, ja taktikat që mund t'i shkaktojnë humbje të mëdha ushtrisë amerikane. Në brendësi, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, shtrata e përditshme më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Kërnaja shtyn Partizanin, besoj te vendi i 4. Trajneri i të kuqve flet para sfidës të së dielës në kampionat ndaj Flamurtarit. Në Vlorë duan 3 pikët. Kritikat s'mbarojnë. Laluci, skuadër sakate. Java e 25 të kategorisë superiore ka këto sfida. Ditën e djeshme u luajt tek Natia Dinamo, e cila përfundoi me rezultatin 1-0 në favor të Rogozhinasve me një gol të Rodriguez në minutën e 92. Sot luajnë takimet Elbasani Vora dhe Bylis Vllaznia, ndërkohë që nesër 2 takimet e fundit, Tirana Teuta dhe Flamurtari Partizani. Krye artikulli i Panorama Sport, përballja, Egnatia Superfuqi, Dinamo dorëzohet në shtesë. Në sfidën hapse të javës së 25, kampionët mundin fituesit e kupës fal një goli të Rodriguezit. Tetova nuk i lejon vetes një tjetër humbje para Dajës. Tekniku i bluve kanë mungesat e shumta në grup. Detajet e takimit djeshëm i gjenin faqet 2 dhe 3. Bylis Vllaznia, betejna Dush Muçaj, kuqe brut për triumfin e 8. Në Vorë vrapi i kërcënon Elbasanin, Gvozdenovic, i mundim. Në faqen 4. Ndaj Teutës, duhet rezultat Tirana me fytyrë sulmuese. Faza e 3 ndes garën pretendentët përballë mbijetesës. Sprinti final për 12 ekipe sot skajet e tabelës, nesër betejë për play-off. Java 23 e kategorisë parë. Të shtunën, ditën e sotme pra, Pogradeci Lushnja, Laçi Luftëtari dhe Skënderbeu Kuksi. Nesër luajnë 3 takimet e tjera, Kastrioti Apolonia, Burreli Korabi dhe Iliria Besa. Kategoria e dytë, grupi A, sot, Naftëtari Shiroka, Gramshi Beslidhja, Sopoti Luzi 2008, Tërbuni Veleqiku, Basania Adriatiku, ndërkohë nesër, Erzeni, Pushim, Basania, luan nesër me shumë mundësi. Grupi B, Partizani B me Maliqin, Shkumbini me Delvinën, Butrinti Eagle, Oriku Devoli, Bylis B Tomori dhe Këlqyra Pushim. Gjitha takimet e grupit B do të luajnë ditën e nesërme. Titujt të tjerë, Leao zbulon të fshehtat, Galiani, Berlusconi dhe Milani, një akt dashurie. Lautaro humbet derbin Spalletti, të ringrihemi. Spanja arbeloa në shtëpi, kur 2 humbje rresht për Barçën. Angli City merr masat Haaland, kërkohet nga mbretërorët në faqen 22.
Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri. Ndërkohë, ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Protesta kombëtare nga kryeministria tek kuvendi, qytetarët kërkojnë rrëzimin e qeverisë, mesazhet e forta. Tensionet, opozita protestoi mbrëm para kryeministrisë dhe kuvendit në një datë me simbolik të fortë historike, 20 shkurtin. Në përvjetorin e rrëzimit bustit të diktatorit, Sali Berisha krahasoi qeverisjen aktuale me një regjim të ngjashëm me atë të para 90-s dhe bëri thirrje për rrëzimin e Edi Ramës. Protestuesit hodhën molotov dhe fishek zjarre, ndërsa policia u përgjigj me gaz lotësielës dhe ujë me presion. Në faqen 3 gjeni materialin e plot. Kryeartikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme vjen nga suplementi Panorama Plus, si çdo të shtunë me personazhe, foto nga paparazzi, intervista ekskluzive, informacione nga bota roz. E të tjerë. Bes Kallaku nis bashkëjetesën me partneren e re. Tracy Sejdini heq dorë nga djemt problematik, lidhja me DJ-n. Jonida Maliqi rikthehet në ekran, roli që i është besuar. Personazh, Rejmana i përfshihet në aksident, përfundon në spital. Në faqen 13 deri në faqen 20 gjeni këto dhe shumë materiale tjera interesante. Titujt të tjerë të gazetës Panorama, Bashkimi Evropian vlerëson punën e SPAK-ut, por shpreh shqetësim për sulmet ndaj gjyqtarëve. Pengimi i pezullimit ministrave, Gonzato, po e monitorojmë nismën. Në faqen 2. Denoncimi Kajo fabrik municione shafër banesave në Kodër Babru. Vendimi, rezervat 167 milion euro për pensionistët. Rënje e bustit o sot o kur mbrohet pushteti. Thirrjet e byroistëve më 20 shkurt 1991. Në faqen 12. Shohim dhe hapësirën opinion. Thyerja e besimit, shkruan ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati në faqen 23. Sociologu Gzim Tushi sjell shteti social, individi dhe moraliteti i shtetit. Ndue Deda i sjell opinionin e fundit, lufta e fituar, i vetmi gjyq i UÇK-s, në faqet 22 dhe 23. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme. Sot, si ditë e shtunë, bashkëngjitur me të vjen dhe suplementi Panorama Plus, pas një kosto ekstra me personazhe, foto nga paparazzi, intervista ekskluzive e të tjerë. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën dedikuar tërësisht telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këtë moment dhe gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë në këtë pjesë të dytë, sepse edhe më herët marrëm telefonata të teleshikuesve. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zotëri. Do të flas për protestën. Për çfarë të kesh dëshirë ti fol? Një protestë jashtëzakonisht e vështirë. E vështirë për punojësit e policisë. Pa që bëhat kështu, më si sillet ky Saliu kështu. Po mirë se ka djeg Shqipërinë ka 35 vjetë, përsëri ky njeri do ta djeg Shqipërinë më? Po si ka mundësi më? Një arsenal armësh nga më të ndryshmet. Vetëm mortaret nuk ka përdor Saliu. I tham prokurorisë Allimon me këtë dëmër, zotëri. I tha prokurorisë veproj urgjentisht para sa nat për masa më të mëdha kjo protestë. Kjo nuk është protestë për zotëri, kjo është një problem i madh. Kjo është me marr pushtetin me dhunë. Kjo është marrë pushtetin me dhunë, më zotëri. Në asnjë vend të botës nuk merret pushtetin me dhunë. Mor Sali, hiq dorë, ke 35 vite që ti vret njerëz
zhidh, grabit, ka e poshtru këtë vend. Po si s'mone vesh më zotëri, po si s'o bone njeri, më po. Po në ratë pa ti je prind më zotëri, si ka mundësi më të gjush me politovë, vlezit tonë, po si ka mundësi, më po. A je njeri, a si je njeria. Ne kemi njerëzit tonë më zotëri aty, kemi vlezit tonë më të. Po kjo është poshtësire që bën kjo njeri, po. Ora prokuroria për të bën smunësh, bën kjo prokuroria, po ka ranë gjumë prokuroria. Flamunoka shkon dhe rreth policët atje, po si ka mundësi, po kjo është atë rrugëtërie, po që ky rrugëç, që ky njeri, po që ky njeri, nuk ka për të mbajt për petkun e deputetit Flamunoka. I thë Flamunokës, e kena pasë dhe ne veshin e shtetit, edhe jemi shëtisi i qetë në qytet, sepse nuk i kena bësh asë njonit. Po ti më zotëri i ketë bësh shumë ti populli, e ke rras këtë popull, ke në parlament një thirë në mërë postë në parlament. Nuk merret pushtetit me dhunë, o Flamunoka. E qartë. Nuk merret për pushtetit me dhunë, pushtetit me dhunë, o Flamur. Ty t'ka met vetëm shkopi se Flamurin t'a ka mor të dërgush. Hajde ka do mirë. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën, gjithë mirë dhe juve, presimi tjetër telefonat në studio, mirë mëgjes për shëndetje. Mirë mëgjesi. Mëgjes. Për shëndetje zotëri, urdhro. Në fakt kë legjeni që fali para te... Vetëm mos ofendo. Presimi tjetër telefonat, mirë mëgjes për shëndetje. Mirë mëgjesi. E mbyllim presim të tjetër. Mirë mëgjes për shëndetje. Karolinja. Okej. Mirë mëgjesi. Po, për shëndetje. Për shëndetje, zotri. Tani, Po ju dëgjojmë. Tani, lidhje me këtë protestën që u bë, Po. mu habisin ta qytetarë, si flasin kështu këta. 13 vjetë në një pushtet i kalbën korupcion nga Edi Rama. Ta thonë pëse protestohet. Ore janë vetë këta, apo kanë lajfit. Bashkë me të shmendurin e gjatë. Sepse, ore jo opozita duhet protestoj sot. I gjithë qytetarët duhet jetë protest. Ore dhe policia. Ajo polici, çfarë runë policia? Runë hajdutët, jo institucionet. Rujti Sajmir Tahirin dhejtje. Kua kanë Sajmir Tahirin kanë? Policisë. E kanë burkë. Mërëtën Lefterin, kua kanë? Burkë. Mërëtën Ilir Bejgjen, kua kanë? Burkë. Mërëtën Eovelien, kua kanë? Në burkë. Po se më dojnë? Do më në Baluku në Ramën, burkë janë kandidat për burkë. Dhe në më ka që më gjikë du të policia që të mos rri atje si fuj garli për të rujtur këtë shtet kalbë në kërim dhe në korupcion. Dhe të të kësin haj katelet. A të bitë tot, që hedhin gas në tjevës, me uj, me bote uj. Nuk e ka gjakun uj populli shqiptar më i ka vajtë fika në palë. Ky regjimi ka ditët e numrua. Kishe iku me kohë. Jo 13 vjetë. Jo 13 muaj. Jo 13 ditë. Po dhe 13 minuta nuk matë më këtë palaqët cirku. Këtë qeni, biri qeni që qëtë e dirama. Qfarë janë ka njerës? Ku jetojnë? Në cilin planet? Qfarë jashtë stoksorës janë këta? Këta, mëre, këta lapanjos. Edhe mos ofendoj njëri të lutem. Unë ju falenderoj. Faleminderit dhe ju për telefonatën, zotri. Përshëndes, gjithë mirat, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjes, përshëndetje. Po, zotri, urdhro. Si mbas të dhënave, lufta kundër korrupsionit ka ra me 11%. Më poshtë. Pra, ne kemi prokurori speciale, gjyqat speciale. Që merë apo stafat me këtë punë.
Pse ka ndodhur kjo? Sepse vetë këta janë të korruptuar. Se nuk ndodh ndryshe. Shikoni qeveritarët që kur u akuzojnë një tjetrin për korrupsion, thonin shkojmë atë dosjen SPAK. Sepse ishin të sigurt se kishin të vetin. Ma qo dosjen SPAK. Sa ti kish garanci, dhe garancia u doli fiks. Dëgjoj aty shpesh herë që thot është kërcënuar Altin Domani. Unë them jo. Është propagandë. Është gënjeshtër. Pse? Për çfarë ta kërcënon? Dosjet që ka pas Altin Domani ka marrë nga jashtë. Nuk i ka hetuar Altin Domani. Bine, Altin Domani ka krasit ca. Ka bërë krasitje. Nuk ka bërë hetim të thëlluar. Për çfarë dhe? Për arshin që e kishte me kohë dhe nuk e hetoi. Për iniciatorët që i mbylli. Për kë? Për ka të kërcënoj? Për çfarë? Altin Domani ka pas një sekretar shumë të fuqishëm, një ish-ministër. Shumë të fuqishëm. Nuk e ka bërë punën si duhet. Jo vetëm ai, se po i zamenën vetëm atij, po me që i ishte kryetari i SPAK. Jo vetëm ai. Bashkë me syrin e tij. Pra, nuk bie kot 11% me poshtë, me gjykatë speciale, prokurori speciale që pak kush e ka në Europë, dhe ty të bie luftë kundër korrupsionit, kjo do të thotë që ti je i korruptuar vetë. Dhe korrupsioni fillon nga SPAK-u. Për ndryshe, do të kishim rezultate të kënaqshme, por nuk i kemi. Mirë, zotëri. Kërkon një sekond të lutem, kërkon një të rrogash dhe sistemi i drejtësisë. Për çfarë kërkon një të rrogash, zotëri? Ju merrni rrufshet. Ju merrni para. Ai që kërkon një të rrogash, rroga minimale dhe pensionistat, ta janë të dyja më të goditura. Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit zotëri për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Fol, jepi. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje zotëri. Në rast parë, nuk e di se ku e gjetë durimin që dëgjon atë telefonuesin e parë, të njëjtët fjalë do flas herë për protestën, edhe vazhdo te Saliu. Nuk e di ku ka durim që e duron atë lloj telefonuesi. Unë i dëgjoj gjithë me kënaqësi, ta kam thënë me kureshtje. Po sidomos ky ai pari domethënë që për mua, sikur ti e ndoj unë, jo ai do djeg me gjithë mend. Ça? Do djeg ai lloj telefonuesi. Po ça thua kështu më? Ti e përburg me këto deklarata më zotëri. Me bën përshtypje nderuar, më bën përshtypje sjellja e kryeministit ton, ti më sinqert, më bën përshtypje jo vetëm mua, po cilit do, që futet në drejtësi. Edhe mirator dërgon amendamentat e ligjeve aty, që të ndryshoj ligjit për pezullimet e ministrave dhe sidomos kryeministit. Kjo është e papranueshme, dhe ne që nuk jemi juristës, kemi dhe shkollën e përkatëse për atë punë, e kuptojmë gjë të tillë. Pra, po bën mbrojtje. Edhe me keqe akoma, domethënë unë flas sipas informacioneve që dëgjoj nëpërmjet televizorëve, nëpërmjet analistëve, opinionistëve, juristëve, frenderon Karçanajn, që ka punuar mirë në Akshin. Mor fiko që bëhet këtu, dhe në telefonu se folin pa lidhje absolutisht fare. Edhe nuk flasin për kryesorët, këtu është fut mafja në polici, mor. Në polici ka mafja, mor. Se kje ka deklo që në fillim. Unë sikur një ditë të kryeministët të thoni që ato punoj unë, edhe nuk do ketë njeri të feshtë apo shteti. Po pse kjo do? Do, pra, se lidhjet gjitha rrjeti i këtij është me mafjen, me hajdut, me kriminal, me vrasës, me bandit. Mirë, presim i tjetër telefonat. Përshëndetje, zotëri, mirëmëngjes. Urdhro. Po, jemi të shqetësuar shumë gurivelt. Se qa ke? E ecim tamam para si një shkëti pare pa shpresë. Pse, qa ka ndodhur? Domethënë kjo situatë, nëse nuk të gjithë duhet të jeni të indignuar dhe ata që janë, se problemi është se nuk kuptohet se kush e bën të ligën. Të ligën e bëjën komunistët, e bën rilindja, që e rilindi prapë në Beroqën, të
përkujtosh këtë 35 vjetor të vdekjes së Ndarozhës dhe të ngelërmi kaq dështak është gjë e mbaruar fare. Këta nuk duan të adin. Qarë do të kinea që bërtet në parlament, kur ai e mori, e hoqi tjetrin që fitoi dhe buri këtë. Është e padrejt, nuk është njerëzore. Tavlan Ballës sigurisht që nuk do t'ja di fare për shqiptarët se kur bëri Elbasanin që ke në krye të majtës, e bëri Elbasanin që nuk ka më keq vendi qytetin më të bukur të Shqipërisë me ato historira e bëri të vej keq që mos më keq me atë krim me korupcion njerëzor dhe sot bën parlamentin më keq se aq. Nuk do t'ja din fare, por ne ç'do bëjmë. Prandaj panelet të shprehen shumë sakt. Çfarë do bëjmë o njerëz, çfarë do bëjmë? Por çfarë nuk, më erdhi jo komunizmi. Ku që në Rozha shumë? Çfarë këto që bëjnë ta? Këta janë të i kanë dalë me këto reforma që bëjnë tani në Greqi në këto tjerat, ata nuk dua të dinë se ka njerëz apo janë kap shqiptarët. Më duket ka ardhur tek fisheko fundit situata. Nuk, ose po pyes për këta kosovarët, që i duam janë shqiptarë, më mirë të ri 25 vjetë Saçi, apo të dalë të bëj reformën me ndrim teritoresh. Ja i është. Mirë, zotëri, faleminderit dhe ju për telefonatën, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Mëgjes. Përshëndetje, zotëri. Tani nuk ka qytetar në Republikën e Shqipërisë që të mos jetë ndërgjegjësor se një korrupsion i zënësuar me një tjetër të mparshëm është një terror. Dhe protestat prandaj bëjnë, sepse ka pandoshkueshmëri, ka dhe terror në protesta. Kështu nuk ecet se demokracia ka të tjera parametra. Dhe parametrat dihet se si janë. Është magjike. Por ata e lënë hije, sepse pluralizmi vetë nuk ekziston. A ishtë në hije se është me oligark të përjetësisë. Pra, nuk pranon ndryshimin, zhvillimin e jetës dhe ligjësisë së saj. Dhe këtë se pranojnë të përjetshmit kur, prandaj Amerika e vuri në kushtetut. Çfarë ke? Po një deri në 2 mandate. S'ka më. Çfarë ke? Po, pastin në krye. Meritokracia. Pa këto nuk ka. Pa këto nuk ka sukses dhe progres. Çfarë ke? Edukim qytetar. Po kush do t'i edukoj qytetarët? Dhuna? A e kuptoni se çfarë po bëjmë brezave të ri? Dhuna e protestës që godet policin e pafajshëm se ruan rendin? Në të gjithë demokracitë botërore, ajo që kufizon në rinin, ajo që kufizon lirin, është pikërisht rendin që vendos bota, sepse është idealja që liriet mos kalojnë në teprit pranë në tirani. Dhe këto janë postulatet e demokracisë, nuk është puna se i thot njëri apo tjetri. A e ti militantët që i shtypen dhe nuk e kuptojnë, ky është edukimi që është bërë, sepse tia e të patitërëve ndeshkon pa faj. Pra një korrupsion nuk mund të zotësohet kur dhe kur me një tjetër, sepse është tragedi për atë dhëmë, sidomos për demokracinë e cila këtu është epokës së para Platonit. Faleminderit. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën, nuk e di nëse kemi kohë të marrim një tjetër telefonat. Okej, marrim një tjetër telefonat shkurtimisht. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mëgjes, përshëndetje. Po zotëri. Kam një të morë. Gjithashtu dhe juve. Do, por përshëndes
Dhe para folë që falen të përjashtë unë i Garavel që nuk e di se për ka ka vaj sa se ka po aj me të vërtet dhe tjetë në smunje kanceroze edhe këta që mësën në smunje kanceroze në smunje po u shërë unë këta ma thot menja që u duket me gjohë madhe. Jo, të lutem, vetëm kështu deklarat ashtu, të lutem. Po prandaj se ne shqiptarët jena mësu me një pushtet aq 100 ditë e para të tjetë në nërët 4 dhe sot si po në zine, po në grine, po në pijokun edhe ne po mësona ashtu se kjo me të vërtet partia komuniste, partia ma gjakatore gjakpirëse, një konster i pashërum. Dhe sot përveç të quhet edhe ashtë ata pila asoj, po kanë shtuar një dytë që janë mafjos, e kanë përdor porën në që se vijove dikur dhe stimulon për veti edhe Të kërkoj ndjes, duhet ta mbyllim, do shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, pas pak do t'jemi me avokatin Gylsen Shlima. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit, kam nderin dhe kënaqësinë si çdo të shtunë të kem në studio avokatin Gylsen Shlima. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do të flasim sot për një temë shumë interesante, për dhënien e testamentit edhe një pikë specifike, renta jetore. Tani unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë kur më thatë juve. E dëgjova për herë të parë. Neni 1065, kodit civil, e parashikon qartë si kontrata e rentës jetore, e cila bëhet ose nëpërmjet aktit të dhurimit, ose nëpërmjet testamentit. Ky akt është një akt shumë i rëndësishëm për arsye se ka një diferencim shumë të madh nga aktet të tjera që ka të bëjnë me veprimet juridike, shitblerje, akt dhurimi, testamenti thjesht. Pse? Sepse vetë personi i cili e harton në kuptimin është bën porosi për këtë akt, jep disa kushte. Pra, personi do më shërbej gjatë gjithë jetës time. Si testament me kushte? Me kusht, po. Derisa të jetoj. Do japi shpërblim ndaj meje. Derisa të jetoj. Pra, janë disa kushte njerëzore që personi i cili pranon të bëj atë çfarë ne themi pjesën e pranimit të dhurimit, të shtëpisë, supozojmë, atëherë do ketë këto parakushte. Pra, duhet kemi parasysh diçka. Ka individ të cilët marrin sot nga prindrit shtëpinë dhe nesër mundet me aktin e shitblerjes ose me akt dhurimi dhe t'i heqin nga shtëpia, por me këtë kontratë nuk mund ta bëjnë. Sepse duhet ai personi i cili ka dhënë shtëpinë e tij, duke u bazuar te kjo kontratë, nuk mundet ta heqë nga shtëpia personi i cili e mban. Pra do thotë është ende pronar në aspektin e kuptimit të pjesës së përgjithshme të kuptimit që ai nuk ka hequr dorë nga cilësia të qenit pronar, sepse ai në çdo moment mund të drejtohet gjykatës civile që të bëj prishjen e kësaj kontrate. Pra, kjo kontratë në çdo kohë mund të prishet nga personi që jep pronën e tij. Pse është bërë kjo gjë? Sepse pikërisht këto parakushte që vendosen në këtë kontratë duhet të plotësohen nga personi që pranon dhurimin. Në rast se nuk plotësohet njëra prej këtyre, i lindë të drejtat personi që ka dhënë pronën të i drejtohet gjykatës për të bërë zgjidhjen e kontratës. Dhe kjo ka dhe një rëndësi të veçantë që personi i cili jep shpërblimin duhet ta dokumentoj, sepse në çdo moment personi që ka dhënë pronën mund të thotë që ky nuk e ka bërë shërbimin ashtu siç është përcaktuar te kontrata. Shpërblimi mund të jetë kurime, mund të jetë një shumë monetare në bankë, të gjitha këto duhet të jenë të materializuar në kuptimin e akteve shkresore që nesër kur palët do të përfundojnë në gjykat, mundet bindin pra paditësi ose i padituri mund të bindë gjykatën që nuk ka qenë kështu siç paditësi pretendon që kjo kontratë duhet të rrezohet për arsye se nuk kanë plotësuar kushtet e kontratës. Në qartë. Por kontrata jep siguri edhe te njëra palë edhe te pala tjetër.
por gjithmonë duhet të kemi parasysh diçka të kontratat në përgjithësi. Mund të quhet kontratë dhurimi, mund të quhet kontratë shitblerje. Të gjitha këto kur shkojnë në zgjidhjen e tyre në dyrë të gjykatave, duhet të keni parasysh që nuk ka rëndësi a është kontratë dhurimi apo kontratë shitblerje, sepse vetë ligjvënësi ka normuar që gjykata futet në themelin e mosmarrveshjes që lind pasi është hartuar kontrata. Pse? Duhet parë lishmëria, duhet parë pjesa e vullnetit të personit ka qenë në brenda kuadrit legislativ apo jo, dhe në fund fare çdo kontratë interpretohet gjithmonë nga gjykata pavarësisht se si është hartuar përpara noterit. Të thotë nuk ndryshon orientimi apo ajo që themi termi, por gjykata kupton që a ishte kontratë shitblerje, a ishte kontratë dhurimi, a ishte kontratë e rentës jetore. Pra, të gjitha këto gjykata në fund fare i shikon edhe i shqyrton, ka edhe kontrata sipërmarrje, ka edhe kontrata të tjera. Pra, të gjitha këto i shikon, janë sipas kushteve që janë të normuar në kodin civil. Tani, disa klauzola, për shembull, duke ju dëgjuar juve avokat, më shkon në mendje, për shembull, nëse palët gjatë një momenti të kësaj marrëdhënie mes tyre kujdesi të personit i cili ka marrë përsipër që të marrë më pas edhe trashëgimin e personit për cilin kujdeset. Kanë një konflikt, një moment bukur, kanë konflikt mes tyre. Dhe ndërkohë, personi që kujdeset mund të ketë shpenzuar para, mund të ketë mbajtur, se ju e thatë që në çdo kohë prishet. Në çdo kohë prishet, sepse ajo kërkon gjithmonë që personi të jetë i ndershëm dhe të jetë i kujdesshëm në kanë koncepte relative dhe çfarë mendon njëri i ndershmërinë se mendon tjetri. Derisa kanë bërë kontratë, se është njëri që jep, tjetri i pranon. Pra do të thotë që marrëdhënia duhet të jetë e mirë. Në rast se nuk ka marrëdhënie të mirë, atëherë s'ka pse ti të bësh këtë kontratë. Por në momentin e kupton personi që do të kjo kontratë mund të bëhet nga babai tek fëmia, e kupton? Nga një person tjetër, tani s'ka rëndësi tjetër, vendosim subjektet. Por, puna është që personi e din shumë mirë kujt po ja jep, çfarë po jep. Pra nuk mund t'ja japësh një mashtruesit që ti nesër pas nesër do shkosh në gjykatë. Tani mosmarrveshjet ndodhin edhe në vimësi, apo jo? Pastaj ndodh edhe kjo që unë të jap këtë kontratë dhe unë të vras edhe pastaj, po ka edhe një klauzulë kodit civil. Çfarë? Personi i cili dënohet nga vrasja përjashtohet dhe përveç kësaj ti shpallet i padenjtë në të trashëgimi. Edhe përsa i përket familjes, për edhe jashtë familjes, sepse ka klauzola vetë kodi civil që jo, po se kisha drejt ekstremitete. Pra, nga të gjitha, po ekstremitete, jemi një shoqëri e cila jetë me ekstremitete. Ku jemi? Me doni ju, jemi në jemi të ndershëm. Unë besoj se gjithë njerëz janë të ndershëm, mirë. Por, ja, kanë rrethana dhe ngjarje të cilët nuk të sjellin ndershmëri për arsye të faktorë të tjerë të cilët tani nuk është moment ta diskutojmë. Por, e vërteta është që kjo kontratë për mendimin tim ka si parim ndershmërinë për shkak se kërkon që të plotësohen disa kushte shërbimi. Po në rast se kushtet e shërbimit janë bërë. Nuk plotësohen, atëherë, në rast se janë bërë dhe personi vdes, sigurisht që personi do të marrë pasurinë. E qartë, por nëse janë bërë kushtet, janë plotësuar kushtet nga personi që kujdeset. Në çdo moment kontrata është kështu. Por zotëria pala tjetër ose zonja do ta ndërpresi, thotë nuk dua dhe nuk dua. Po sigurisht atëherë do shkojë në gjykatë dhe të provojë përpara gjykatës që personi nuk e ka bërë ashtu siç duhet sipas kontratës që kanë rënë dakord. Nuk për shef domethënë se ja dha mendja nuk është se ndërpret. Në çdo kohë mund të bësh një kërkesë pa di për kontratën, por duhet të kesh parasysh që ti do provosh përpara gjykatës, a ke të bësh me shkelje të ligjit apo nuk ke të bësh. Pastaj gjykata vendos pranimin për rrëzimin e padisë. Por te kjo kontratë është shumë e rëndësishme të theksohet që është një kontratë e cila jep pothuajse të drejtën e personit që mos të largohet nga shtëpia e tij që e ka dhënë me këtë kusht. Pra, në rast se unë kam bërë kontratë shitblerje apo kontratë dhurimi me një X person që në mbi besim, ai në çdo moment mua më heq nga shtëpia, thot lirim dorëzim sendi, ndërsa me këtë kontratë nuk të kërkon lirim dorëzim sendi,
Sepse pikrisht është që ti në marrëveshjen që do bësh të kontratë, do të thuash, ti do më kujdes për mua, ti do bësh këtë, ti do bësh këtë, kupton? Pra ti do paguash një pjesë të kësaj para X, pra kjo gjë çfarë tregon? Tregon që marrëdhënia jonë nuk ndërpret në momentin që shkojmë tek noteri dhe firmosim. Unë jam blerë si ti shitsi. Por ajo vazhdon gjatë gjithë jetës time. Dhe kjo është shumë e bukur si koncept. Dhe nuk është e aplikueshme. Dhe duhet të aplikojnë, sidomos prindrit tek fëmijët. E kupton? Shumë interesante, mirë, faleminderit për gjitha sqarimet, avokat. Ne tani do të presim telefonata në studio për çdo pyetje, shqetësim apo orientim juridik që mund të kërkoni prej avokatit Gylsen Zhllima. Numrin e telefonit e keni prej këtij momenti të afishuar në ekran. Do të presim telefonatat tuaja, telefoni është i hapur. Presim konfigurimin me telefonuesin e parë. Mirëmëngjes, përshëndetje, të lutem kufjen avokat e ke aty. Faktikisht, unë jam një smur kam marrë për ata ditë. Po ka një problem vogël në Greqi dhe këtu në Shqipëri. Po. Do t'i bëj një pyetje avokatit. Po. Unë gjithashtu që ka punur, kam 21 vjetë punë. Po me gjithato që kam 21 vjetë punë në Greqi, kam paguar rregullisht vetë në Shqipëri, kam 20 vjetë punë. Ne kam marrë shkendin. E keqja ime tash më thon grek, si ke paguar dy herë nej dhe këtej. Dhe do më presin këndin tash. Unë i thash, o zotëri, unë e kam paguar se ju nuk më garantoni për pensionin. Edhe të dhe Shqipëri kam paguar, dhe këtu i kam paguar. I pa ta thotë, hiqe të vitet e Shqipëri. Qa ke paguar për pension? Në ato datë që ke paguar, këtu që të marrë pensionin. Mirë, të sjaroj diçka. Të sjaroj diçka. Në Greqi je me leje qëndrimi. Në rrasë e digjova mirë. Në gjonë zotri? Në Greqi jeni me leje qëndrimi. Po, kam leje qëndrimi, me rregull, me gjitha, suguratorë me gjitha. Po, qa ka ndodhur atje? Ata më heqin këto vitet që kam pagu Shqipëri unë. Ti heqin ata? Po, më heqin, nuk më quj suguratorë. Fakt, dhe një Greqi kam pagu në rregullisht, Tani, zotri, ne s'kemi marrëveshje pensioni me Greqinë, kështu që ty të njihen atje vitet e punës që ke atje. Me një avokat në Greqi, edhe të shkoj dhe të kundërshtoj tek gjykata administrative, të cilët qytetje, atje, të kundërshtoj këtë mos llogaritje, e cila bjen në konflikt me mos marrëveshje me shtetin shqiptar. Po duhet ta kundërshtosh gjyqësisht në Greqi. E dyta ka një pyetje. Edhe lejën e qëndrimit duhet ta kesh gjithmonë në fuqi. Pra do të thotë që mos të skadoj. Dhe tani jeton në Shqipëri apo jeton në Greqi? Jo, ne jam i smur, ma një lagë 6.000 vete e vi, dje isha në Greqi, jam i bëra kinoterapin. E po nuk duhet të ndërpresësh lejën e qëndrimit, sepse do mbashës ato. Mirë, informohu tek një avokat në Greqi, përsa i përket lejës qëndrimit, se ka ndryshuar një dispozit e ligjit përsa i përket kozjatës jashtë kohë, që të futesh në një kategori tjetër të leja qëndrimit në Greqi. Më dëgjoj mua, shkojmë me një avokat më në Greqi. Mirë, që ta kesh në fuqi lejën e qëndrimit. E kam në qëndrim vëqima. Në regu, tani pyetje e dytë. E kuptova. Ta që pyetje e dytë. Unë kam, në që halin që kam unë, kam dhënë tokë 25 dëllim me qira paneret gjellore. Po? Me drejt blerje. Po. Ta që ne ishim shumë njës dhe njës dhe tikëm. Unë si personë dhe disa të tjerë nuk e njëgur. Sa ata nuk të na i blenë, betën qira na japin. Sëmë dhe realitetin. Ta që unë kam drejt se më ka arë një film tjetër. Të mamaj me lekë në dorë, unë do lekë, ka drejt tika për jo. Kontratë si përmarje, apo kontratë shqitblerje, qëfar ke bërë konkretisht? Po e kam bërë 50 vjetë, ma japin qira për 2-3 vjetë, pastaj do ma blenë me lekë. A i s'po ma blenë, po për 10 vjetë unë, dhe a i s'po ma blenë. Po 10 vjetë, ajo atër është prish kontrata. Kontrata s'mu zjas më shumë se? Jo, kontrata se prish do të se kam për 10 vjetë. Për 20 e ke? Për 20. E për të presë atëre, sepse nuk mund të prishësh kontratën, se po e prishën për njësin e mbatim. Qoj Belan.
Po tani nëse ai nuk e ka blerë, Po nëse e ka derisa ka vendosur 20 vjet, duhet të thotë që në brenda kontratës duhet të ketë vendosur në normë një parakusht zotërie që të ketë mundësi që të pretendojë që nuk e ka zbatuar një nga kushtet. Edhe pastaj të flasim për kushtin përfundimtar që është 20 vjeçar. Në qartë. Por kontrata në rast se zgjidhet në mënyrë të njëanshëm, sigurisht që mba përgjegjësinë personi që e ka shkaktuar, sepse kontrata për prishjen kërkon nga të dyja palët të ketë Shumë falënderoj për sqarimin. Kujdes te Greqia atje është të mbash lejen e qëndrimit që mos të përjashtohesh nga subvencionet atje. Kështu më dëgjoj më që po them. Shumë faleminderit avokat, presim një tjetër telefonat në studio. Alo. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, urdhëroni. Yes. Dua të flas pak me këtë avokatin unë. Me zotin Gylsen Zhlima. Avokat. Po. Dëgjoni tani. Ne kemi pas prona në Vlorë. Po? Po, edhe te fushë aviacionit. Po. Ne me dokumenta kemi filluar që 92-shin. Tani ne këto na i nxjerrin shtetërore. Po? Po, të kupton tani. Po uleni televizorin dhe më dëgjoni nga telefoni. Po, ta ul televizorin, po, në rregull. Tani ato tokat aty Dëgjoti, ato kanë qenë tokat e gjyshit. po. Edhe ne kemi pasën hartën. Harta ka qenë turke. Më kuptonë? Po. Kjo është 1920. Po. Edhe tani pse na i nxjerrin shtetëror dhe pse na detyruan që un kam harxuar afër 6 milion lek për ato toka dhe sot mua i më nxjerr shtetërore. Me ç'kuptim? Na arka Pacolli, na arka dhe ai Vadami si e ka i tjetri dhe ne humbasim këtu. Unë dua një përgjigje, zotni. Pse na lejon që bëm gjithë ato dokumenta dhe tani dokumentat tona në Vlorë e kishin ngrisur. Se është se i rasti digjet gabimisht. Një përgjigje mua tani. Atere, Po. derisa është para 91-shit, nuk kupton që ju keni të dhënat e hartës kadastrale të asaj kohe. Po për shkak se ka pasur ndryshime pas 91-shit, sot aktualisht aty duhet keni patjetër një zë kadastrale. Edhe numër pasurie të asaj prone që figuron emër shtet. Kështu është. Po pse e nxori tani në emër shtetit? Një sekond tani, ta mbaroj. Kur ju keni paraqitur kërkesë për regjistrimin të një dokumenti, si është AMTP, besoj se keni AMTP apo keni bërë kërkesë për kompensim të pronave të kthyer nga trashëgimtarët? O mërë gjitha me harta, me të gjitha i kemi bërë djalë. Po si ka mundësi që mos të pajiseni me certifikat? Po ku di, pandaj thash më po çfarë përgjigje ju ka sjell në fund kadastra? Kadastra çfarë përgjigje ju ka sjell kur keni bërë regjistrimin? Ai e nxjerr tani të put me njerëz sot shtetërore. Jo, kur keni bërë regjistrimin fillestar të pronës. Çfarë thot kadastra? Pra, unë refuzoj të regjistroj në këtë pronë në emrin tuaj për arsye se ju nuk legjitimojeni të jeni pronar ose diçka tjetër. Çfarë përgjigje jep kadastra? Bile u ka marrë të 24, bizetove me 24 gazetari më tha, zonjë nuk ta bëj dot të puntë. Edhe njerë. Ore zonjë, tani në sqaroni këtu të lutem. Për të marrë një orientim se tani nuk ne si do ta zgjidhim këtu, nuk zgjidhet tani këtu. Kur keni bërë kërkesën për regjistrim fillestar të pronës në emrin tuaj, më thoni çfarë përgjigje ju ka sjell kadastra zyrtarisht? Kadastra na ka thënë janë shtetërore. Po kadastra mund të ketë thënë janë shtetërore, po çfarë thot dokumenti, le të jetë shtetërore. Dokumenti thot ai thot aty, mos është në plan zhvillimi vendor, mos është dhënë për investitor strategjik, mos është dhënë ku di çfarë bëhet në Vlorë se e ka bërë sikur shtëpinë e vet në Vlorë. Urdhro? Pse me të drejtë me Pacolli, ato janë tokat e mia, si e marrë Pacolli tani. Aha, e kuptova. Pra, tani e kuptova që po. Atëre, në ato momente, sigurisht ky e ka bërë pronë private Shqipërinë dhe prandaj ja ka dhënë njëri që edhe pon tani aeroport. Ka shumë e thjeshtë kjo. Duhet ta kështoj që fillim. Se dëgjova. Ju tani për mendimin tim, në rast se ajo pjesa nuk është bërë fare asgjë, thjesht është mbajtur në letra, mendimi im është që të kërkoni
ishte me parashkrim fitues duke paraqitur dokumenta që keni të mëparshme me afat 20 vjeçar. Edhe shkoni në gjykatë, inshallah e fitoni. Derisa jeni në këtë kushte. Faleminderit avokat, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes. Unë kam 25 vjetë që kam blerë një sasi toke të pronare, Po? edhe me avokat, por atëherë nuk ishte që blerje tokës. Ai personi ka vdekur, edhe personelin që ka janë jashtë shtetit edhe nuk kanë lidhje fare, tash si veprojmë me këtë tokën? Tani, ju tokën qa viti e keni marë? Para 25 vitesh, dikute 2001, 2001. Kemi 25 vjetë që kemi blerë. Po, me parashkrim fitus mund të merrni edhe ju? Kemi kontratën e shitblerjes. Kontratën që e kemi marë tokën. Po si e ke marë, një sekund, kontrata shitblerjes është bërë për para noterit? Urdhë? Kontrata shitblerjes është bërë për para noterit, apo është bërë thjesht me... Një avokati, para një avokati, sa atëherë nuk kishte shitblerje toka, po në akmarrëshe në shtruar që kur dalë shitblerje tokës, neve do rregullojmë dokumentat. Okej, atëherë. Tash i personi është ka vdekur, edhe parafisi ti është jashtë, nuk ka lidhje fare me tonë, nuk e kuptova. Në jipen dokumentat. Po, e kuptova, thjesht vetëm të sqaroj diçka. Në rast se personi në atë kohë kur ka bërë këtë veprim me ju, nuk ka qenë me certifikat pronësie, me certifikat pronësie me gjitha i ka personi. I ka ai personi, edhe ju keni bërë kontratë shitblerje, apo jo? Po. Shumë mirë atëre, këte kontrata, e keni regjistruar tek kadastra? Jo, se kemi regjistruar. Po mirë atëre, ju duhet të regjistroni atë kontratë, paguani 3 milionshin që është 3 milion, pra 3.000 euro në rase, mos nga bëjmë nga tresu me 3 vjetra, dhe pastaj të bënë regjistrimin edhe të merrni në emrin tuaj. A jeni ju blersi? Po, te kontrata? Me akë marrveshjen që kemi bërën. Tani, kontrata është akë marrveshje apo akë shitje? Akë shitje, akë marrveshje, shitje. Dhe çfarë thotë noter, pra ka firmosur noterit ai dokument? Jo noteri, avokati. Po firmos avokati. Ska gjo, atëre, derisa ju nuk më keni mundësi të lidheni me familjarët e tjerë, për mendimin tim, bëri parashkrim fitues me titull, për shkak se keni një akt marrveshje, edhe të ftoni si palë të paditura, ata të cilët janë në cilësinë e trashëgimtarit të ndjerit. Me parashkrim fitues 20 vjeçar, ose 10 vjeçar. Në 168 kodit civil. Po. Kemi 25 vjetë? Keni 25 vjetë, po ta jep avokatit. Pa kontrat shitblerje nuk regjistron kadastra. Po në akë marrveshje kemi Akë marrveshja mund të shkojë në gjykat dhe gjykata shikojë si një akë marrveshje të sakt duke e përsaktuar nga neni që tha edhe gazetari. Neni 168 kodit civil parashkrim fitues. Po, si puna thonë që është në këtë kodit civil, që në qoftë se një person nuk të ka ankesa prej 20 vite, ne kemi shkyrë... Neni 168 kodit civil. Ujë, drita, këto kalon në pronësi. Po, nuk e kalon vetë, të shkojnë në gjykat, bëhet shkalla e parë, shkruhet shkalla e dytë. Nuk bëhet automatikisht. Edhe në vim, pra nuk bëhet ke shumë shpejt, se do ishte e bukur kjo gjë, por e vërteta është, derisa ju keni një akt të tillë, për mendimin tim bëni sa më shpejt. Faleminderit avokat për sqarimet, faleminderit e zotërisë për telefonatën, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, dëgjojmë edhe. Edhe ata të cilët kanë kontratë privatizimi, ose kanë dokument që është në formulari 6 të kështu me radhë që janë, edhe nuk e kanë bërë regjistrimin, edhe këta për mendimin tim, përderisa kanë pasur një dokument të tillë, ose kanë bërë pagesa, edhe sot nuk quhen pronar, mund t'i drejtojnë me parashkrim fitus gjykatës të zonës ku banojnë dhe të kërkojnë, sepse unë jam i bindur që ai është një dokument që vërteton personin që po, ky ka qenë
ai që mund të ishte pronar, por rrethana të ndryshme nuk ka përfunduar dhe nuk ka nënshkruar kontratën e shitblerjes. Është qartë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Okej, ka ikur zotëria ose zonja, gjithsesi presimi tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë, urdhëro. Kemi 2 minuta kohë këtë pjesë. Mirëmëngjes. Përshëndetje, të lutem, bëj pyetjen. Përshëndetje. Atëherë jam e interesuar nëpërmjet avokatit. Po? Dua që t'i bëj një pyetje. Po. Unë kam kryer një proces gjyqësor për një pasuri që është në emrin e familjes. Po? Kam bërë një gjyq, neve në është futur në pjesë një familjar tjetër dhe nuk na e lëshon si pasuri. Okej, atëherë objekti padis cila është? Objekti është stall, jemi në zonën e Korçës. Jo, objekti padiste, pra padia, lirim dorëzim sendi, parashkrim fitues, kufizimi i pronës. Jo, është e blerë. Urdhro? Është e blerë, thotë. Është e blerë dhe është me Po dokumenta jo, tha që jam në proces gjyqësor, ku shkuat në proces gjyqësor, cila padi keni hartuar, apo cila padi u ka sjellë në rastin e palpaditur? Është hartuar, është fituar nga ana jone, kam hedhur unë në gjyq për ta fituar. Po, derisa ju keni hedhur në gjyq, ju pyes. E kam fituar si pronë dhe tani e ka hedhur në apel. Dhe vazhdon të procesi, nuk akoma s'na ka dalë emri për të bërë proces gjyqësor. Data. Pra, do kërkoni për shpejtim. Po. Bën një kërkesë te relatori gjykatës së apelit dhe kërkoni një arsye, varet ju çfarë arsye mund të keni, të bëhet për shpejtim për të gjykuar çështjen tuaj. Në shkallë të parë ku mbaroi procesi? Jemi në konflikt të vazhdueshëm me palën që e kam hedhur në gjyq. Kallëzim penal për kanosje në rast se keni problem. Tani vetëm për pjesën për ta shtyrë, sepse ai person nuk ka asnjë lloj dokumentacioni. Po, çfarë viti keni mbaruar procesin e parë, shkallës parë? Procesi ka mbaruar para 2 vitëve në Korçë, me fjalën në gjykatën e Korçës. Po, do prisni. Bëni kërkesat vazhdueshme për shpejtimin. Po, do prisni shumë. Po në rast se keni probleme konflikti, po kemi pasur konflikt. Kallëzim penal për kanosje, edhe në rast se personi bën veprime më të rënda, vazhdoni kallëzim penal se nuk ka mundësi tjetër. Dhe rast se vazhdon konfliktin. Dhe mund t'ia dërgoj pas relatorit edhe kallëzimin penal. Mund të dërgoj, po, edhe kallëzimin penal, po nuk kam ndonjë besim, po gjithsesi të kërkoj për shpejtim. Shumë faleminderit avokat, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak sërish me të tjera telefonata për avokatin. Rikthehemi në studio, jemi në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit, po presim telefonatat tuaja, e mbyllëm një seancë me telefonata, presim tjera telefonata, kemi edhe 8 minuta kohë për të pritur telefonata tjera. Numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Nuk dëgjohet. Alo. Po zotëri, urdhëro. Je drejt për drejt. Shumë këtë përshëndetje njëherë. Përshëndetje. Faleminderit, urdhëro. Mirëmëngjes dhe përshëndetje njëherë. Përshëndetje zotëri, na thuaj të lutem. Desha ta pyes pak zotin avokat. Po. Në një kontratë dhurimi. Po. I qoftë se nuk u ka në një mjet identiteti. Quhet e rregullt? Si mjet identiteti, kur është hartuar për të Për parë? shembull një numër pasaporte ose të kartës identitetit. Pa numër pasaporte? Pra nuk ka identifikim numër pasaporte, mjet identifikimi. Do më thënë, a ka një mjet e identifikimi kur bëhet një kontratë dhurimi? Po, duhet ketë. Në qa viti është hartuar kontrata dhurimit? Po një qofë se s'ka, se ka shumë raste, si që më ka rastisur mua, ka shumë raste që si pas kontratës të dhurimit thotë. Po, kontrata e dhurimit, na dëgjoni nga telefoni, jo nga televizori. Kontrata e dhurimit. Pa një numër identiteti. Pra ju jeni pranuesi i dhurimit, keni pranuar dhurimin? Na dëgjon nga telefoni, zotërit, lutem. Po. Po, ju keni... Me një kontratë dhurimi. Po të dëgjuam pra, po përgjigju pyetjes avokatit, për ta sqaruar. Po, më fal, hajde, ula zërin e televizorit. Faleminderit. Po, ju jeni pranuesit i kontratës dhurimit? Po. Dhe personi që ju ka bërë dhurimin, do të thotë që nuk ka pasur kartë identiteti, ose nuk ka pasur pasaportë. Do të thënë një numër identifikimi.
Dhe tani pala tjetër ju ka hedhur në gjyqje dhe ju ka kërkuar çfarë? Jo, dua të jetë unë në gjyq. Po derisa je ti pranuesi i dhurimit, si do hedhësh veten tënde në gjyq kur fiton ti nga kontrata e dhurimit? Dëgjoj. Është nuk dëgjohesh. Po, atëre e kuptova. Atëre, duhet keni parasysh diçka. Kur shkojmë tek noteri, bëjmë një akt notarial, çdo palë ka mjetet e identifikimit, kartë identiteti ose pasaportë. Në rast se nuk e një nga të dyja, sigurisht që nuk bëhet dot identifikimi i personit. Por në rast se ju nuk më thoni të saktë vitin, që të kuptoj ligji i notarisë asaj të kohe me çfarë dokumenti u identifikonte. Pra do të thotë në një moment ishin edhe certifikatat individuale, mani me në ato certifikatat me fotografi. Në atë kohë ishte kjo situata apo jo? Në 79-ën më del mua një si kontrat durimi që është bërë në 79-ën. Në ligjin më pashëm. Po, edhe tani, cili është problemi? Edhe tashi, më thonë në kështu, unë kërkoj dokumenta dhe si është regjistruar kjo pasuri, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Edhe më nxjerrin në fillim që është dhuruar, sikur për shembull, mamaja ime ja ka dhuruar 2 vëllezërve. Nuk kupton? Po. Mirë, po nuk u ka një numër identiteti. Të flas për në 79-ën. Pastaj, në 94-ën, po. Në 2 vëllezërit, njëri nga vëllezërit ishte beqar edhe ka ndruar jetën. Po. Edhe ndahet pastaja nëpërmjet një kontrate dhurimi të një noteri, nuk kupton. Po. Që nuk u ka numër identifikimi, shkruhet që ju takon të dyve nga një gjysmë pjesë, por filani thot për të vllana e mamasë, filani thot I takon 1/3 1/4 nga jati, 1/3 1/4 nga jema. Që në fakt e jema dhe jati kanë dekur pa lënë në një dokument dhurimi për asnjë nga fëmijët. Po atëre lëshimi dëshmisë së trashëgimisë edhe për babain edhe për nënën, edhe ju të shkoni dhe të bëni çelje në një zyrë notariale, dhe pastaj të shkoni ta regjistroni tek pronat konkrete ku ka numër pasurie dhe numër regjistri. E po unë nuk më japin që nga hipoteka të saktësisë bën regjistrimi. Unë kam një kopje ose e mora një dorë nga një avokat. Do kërkoni informacion. Nuk ma kam bërë ato kërkesa dhe nuk ma kthejnë përgjigjen si duhet. Po çka kërkesë keni bërë kërkesë? Pra, kërkesa është unë dua të informohem për pronën në emrin e këtyre dhe dua të depozitoj një dokument që ka të bëjë për interes të pronës. Po, tashi në kjo pronë duhet të më takoj një pjesë. Po, takon nga babai, në rastin nëna ka bërë kontratë dhurimi, të takon nga babai. Do të çelësh dëshminë e trashëgimisë së babait dhe do ta përfshis tek kartele pasurisë, tek numri pasurisë. Do shkosh në një zyrë notariale, ku ndodhet prona, aty dhe të bëj noteri veprimet juridike të mëtejshme në kadastër. Është nga një privat dhe është bërë një godinë me 3 kate. Shiko, rasti ju e kërkon akoma dhe më shumë kohë. Pra do të thotë që ne ju themi, shkoni tek një zyrë notariale, veproni duke kërkuar informacion, ata do sjellin informacion aq sa duhet, dhe në fund fare ju do të depozitoni nga pjesë e babait dëshminë e trashëgimisë ligjore. Aty pastaj, në rast se do të vinë parashtrime të tjera që nuk mund të diskutojmë tani se është diçka e gjatë, është një ark historik pra 87 me tutje, pra do të thotë që është puna juaj kërkon akoma dhe më shumë kërkim dokumentacioni. Dhe në fund fare i drejtojnë gjykatës në rast se është cenuar ajo që ne themi të drejtat të juaj përsa I përket pjesës takuese. Po, e keqja me madhe është që kam bërë shumë mirë kërkesën hipotekët, më japin si është regjistruar, gjerë në shitje dhe nuk t'i japin këto dokumenta. Kadastra I jep, por në rast se noteri nuk është I aftë, ndryshojmë noter, shkojmë te një noter tjetër edhe veprojmë. Pra nuk është të thonë me të shkojmë tek një noter. Kam ndruar 2 avokatë. Jo avokat, avokati nuk bën punë te kadastra. Ai që bën punë te kadastra është noteri. Avokati bën punë
vetëm tek gjykata. Edhe të institucionet e tjera që bën kërkesa për të marrë. Duhet ta mbyllim zotërit, faleminderit për telefonatën, ndoshta duhet telefonosh sërish më vonë ose të kontaktosh me avokatin. Avokat, faleminderit shumë për gjitha sqarimet, por edhe për gjithë kontributin e vazhdueshëm që e për qytetarët. Kjo është gjithçka përgatitur për koha për të zgjuar për ditën e sotme. Rikthehet sërish koha për të zgjuar nesër me kolegun Renaldo Saliani, ndërkohë që bashkë do të jemi sërish pas pak me edicionin e shkurtër informativ.